Krejt që ka ndodh aty mbrenda, për i perspektivës spirituale, tash po flasim, krejt që ka ndodh aty mbrenda është loj egosh. Okej. Edhe evolimi që ndodh i njerëzve, mbrenda është loj egosh, se aty nuk i shkatrohet kërkujna ego. Veç ka lënë lëndimi i egos prej njënit të tjetri për shkak të lojës që bëhet. Edhe ajo është një gjë shumë normale për një show të tillë dhe për një informacion të tillë. Dhe më thonë, na përjapim mendimin për i spektrit, dhe më thonë, për i këndvështrimit, me thonë, spirituale, kështu, mirë po jo kritik. Se dikush është shumë kritikus kur janë pyetje për shembull me dhonë një mendim prej këndvështrimit vetë, prej profesionit vetë, po në mendoj që na duhemi me qenë të gjanën shumë sene, sepse energjia si energji është e pastër. Na vendosim a e bojmë pozitive, a e bojmë negative. Çish ndodh ajo me perceptimet tona,